Mirëmëngjes të dashur demër, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është Måneskin, që në norvegjisht është që në shqip do të thotë më fal dritë të hënës. Kjo letër përmban shumë, po që për ta bërë një mesazh të shkurtër dhe të qartë, thotë: jo gjithçka që shkëlqen është e dukshme në dritë të plotë. Ndonjëherë vërteta shfaqet në heshtje, në dritën e hënës, si tani, kur të gjithë të tjerët flenë, mos e nënvlerëso mençurinë që bart në heshtje. Drita e hënës nuk të tregon gjithçka, por të fton të shikosh brenda. Do të analizosh pak më shumë gjërat përreth. Nëse je në një periudhë paqartësie, kjo nuk është kohë për të kërkuar përgjigje jashtë, por për të ulur me veten dhe për të pyetur: çfarë ndjej me të vërtetë? Besoj intuitës sate, ajo di më shumë se që mendon, të dashur demër.